Situata politike në Shqipëri po karakterizohet nga tensione në rritje, ndërsa hetime, spekulime dhe përplasje publike po ndërthuren në një çështje që prek nivelet më të larta të qeverisë. Në qendër të zhvillimeve është zëvendës kryeministrja dhe ministrja e infrastrukturës Belinda Balluku, e cila vazhdon të ushtrojë detyrën mes presionit politik dhe ligjor. Përveç hetimeve zyrtare, në rrjetet sociale kanë qarkulluar pretendime për ekzistencën e një videoje me përmbajtje intime që thuhet se lidhet me ministren. Deri më tani, autenticiteti i materialit dhe identiteti i personave të përfshirë nuk janë konfirmuar nga autoritetet, po ashtu nuk ka prova publike që të vërtetojnë mënyrën e shpërndarjes apo burimin e saj. Megjithatë, përhapja e këtyre aludimeve ka shtuar ndjeshëm presionin publik dhe politik. Në të njëjtën kohë, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, po vijon hetimet për çështje që lidhen me tender publik dhe dyshime për shpërdorim detyre. Në fokus të hetimit është një USB që përmban mijëra mesazhe dhe dokumente elektronike, të cilat, sipas prokurorisë, mund të përmbajnë prova mbi manipulime në disa projekte infrastrukturore me vlera të konsiderueshme financiare. Dyshimet përfshin përfitime të mundshme të paligjshme të fshehura përmes personave të tretë. SPAK ka argumentuar se ekzistojnë prova të reja që justifikojnë vijimin e procedurave, ndërsa parlamenti pritet të shqyrtojë kërkesën për heqjen e imunitetit. Në diskutim janë edhe masa të tjera sigurie, si ndalimi i mundshëm i daljes jashtë vendit.